Rreshjet dendore të shiut që përfshin gjatë ditës së hënë zonën e malësisë së madhe shkaktuan përmbytje në qendër të qytetit të Koplikut, duke krijuar vështirësi të mëdha në qarkullim dhe rrezik për dëmtime në disa biznese. Pavarësisht se projekti i rikonstruksionit të qendrës së qytetit ka kushtuar rreth 1 miliard lek, mjaftuan vetëm disa orë rreshje shiut për ta kthyer qendrën e Koplikut në një liçen të përkohshëm, ku uji mbuloi trotuaret, rrugët kryesore si dhe disa biznese. Kjo përmbytje duket se erdhi për arsye se sistemi i kullimit nuk funksionoi, ndërsa pusetat u bllokuan menjëherë, duke bërë që uji të mos ketë ku të shkarkohet, probleme të cilat e kthyen kështu pedonalen e qytetit në një lum. Ajo që e bën situatën edhe më shqetësuese është mungesa totale e reagimit nga punonjësit e Bashkisë Malësi e Madhe, të cilët nuk u panë në terren për të ndihmuar në menaxhimin e emergjencës. Në mungesë të ushtrimit të detyrës nga ana e bashkisë, banorët u detyruan të veprojnë vetë, duke përdorur mjetet e tyre për të zhbllokuar pusetat për të shmangur dëmtimin e bizneseve nga uji. Kjo ngjarje ngre sërish pikpyetje mbi cilësinë e punimeve dhe mirëmbajtjen e investimeve publike, si dhe mbi përgjegjësinë e autoriteteve vendore, që edhe pas investimeve të mëdha nuk arrin të garantojë një infrastrukturë funksionale në kushtet më elementare atmosferike.